Arti I luftës I Sun Tzu-se, emër I njohur apo jo? E sheh kudo, nga raftet e gjeneraleve deri te ato të shefave të mëdhenj. Po sikur t'ju them se ndoshta e kemi kuptuar pak gabim, ose të paktën jo plotësisht. Sot do të zhytemi thellë në një interpretim krejt tjetër, një interpretim që besoni ose jo, ndryshon gjithçka. Ja ku është. Ky është ai citati, ai që të gjithë e din përmendësh. Tingëllon bukur apo jo? Një fitore elegante, e pastër, pas një pikë gjaku. Por, çfarë nëse kuptimi I vërtet nuk është thjesht shmang luftën? Çfarë nëse fshihet diçka shumë e thellë pas këtyre fjalëve? Dhe pikërisht këtu gjërat bëhen interesante. Ideja qendrore që do të eksplorojmë është kjo: harrojeni për një moment manualin për të shmangur betejat. Mendojeni më shumë si një udhëzues mbi jetese. Po, një udhëzues mbi jetese I shkruar në një kohë të tmerrshme. Një epokë ku lufta nuk ishte thjesht një incident, por një gjendje e përhershme e pafundme shkatruese. Pra, për ta kuptuar me të vërtet librin, duhet të kuptojmë botën brutale që e krijoi atë. Okej, le të kthehemi pas në kohë, shumë pas. Para se të hyjmë në strategjitë e famshme, duhet të kuptojmë realitetin e hidhur. Bota e Sunsit, ky është emri origjinal I tekstit, nuk ishte safar një botë paqësore ku ndodhte her pas here ndonjë luftë. Përkundrazi, ishte një botë konflikti të pandërprer. Imagjinoni një vorbull dhune që zgjati për shekuj, ku shtete të tëra thjesht zhdukeshin. Dhe vetë rreshti I parë I librit është si një shuplak, një paralajmërim I drejt për drejt. Tani, për ne sot kjo mund të duket e qartë apo jo, sigurisht që lufta është serioze, por në atë kohë, kjo ishte absolutisht radikale. Pse? Sepse më parë lufta shihej si një lloj loje për aristokratët, një shans për të treguar nderin dhe trimërinë personale. Dhe ja ku vjen Sun Tzu dhe thotë, jo, harrojeni lëvdin personale, këtu bëhet fjalë për mbijetesën e shtetit, për jetë a vdekje, një ndryshim total fokusi. Dhe për ta parë këtë ndryshim mjafton të shikojmë këtë linjë kohore. Është vërtet e frikshme. Shikoni si përshkallëzohet gjithçka. Fillojmë me luftime fisnike, pothuajse rituale me karroca, dhe pastaj bëhet një bum. Arrim në ushtrim masive, me qindra mira këmbësor. Kjo nuk ishte më një lojë apo një sport për elitat, kjo u shndrua në një makineri industriale vdekjeje. Ky pra është konteksti I vërtet I luftrave shumë të gjata. Këtë problem gjigant po përpiqej të zgjidhte Sun Tzu. Dhe këtu kemi thelbin e gjithçkaje, një kontradiktë e madhe. Në njërin anë kishim realitetin, luftra masive, brutale, për mbjetesë. Në anën tjetër, kishim mentalitetin e vjetër, ideologjinë e pushtet, e cila ishte ende ngecur te koha e nderit personal dhe trimërisë aristokratike. Ky ishte një hendek vdekjeprurës mes asaj që po ndodhte realisht dhe mënyrës si njerëzit mendonin për të. Arti I luftës, ai ishte pikërisht ura që u ndërtua për të kapërcyer këtë hendek të rrezikshëm. Mirë, tani që kuptuam botën, le të shohim se çfarë është në të vërtetë ky libër. Dhe këtu dua të propozoj diçka. Mos e mendoni thjesht si një koleksion me fjalë të urta. Mendojini më mirë si një propozim shitjeje. Po, një propozim shitjeje agresiv, radikal, I pamëshirshëm. Ishte një argument I drejt për drejt kundër elitave të kohës dhe mënyrës së tyre krejtësisht të vjetëruar për të menduar për luftën. Pra, ky propozim shitjeje ishte në fakt një sulm I koordinuar në dy fronte. Në frontin e parë, aristokratët luftëtar. Sun Tzu praktikisht u tha, hey, nderi juaj personal nuk ka asnjë vlerë këtu. Në frontin e dytë, filozofët konfucianët. Atyre u tha, ju mund ta përbuzni luftën, por ajo nuk është diçka e ndyrë që duhet shmangur. Është çështja më e rëndësishme e shtetit. Pra po, ishte një sfidë totale ndaj gjithë sistemit të mendimit të asaj kohe. Dhe argumenti I tij mbështetej në 3 pretendime kryesore. Le t'i shohim. Së pari, mjeshtria. Ai nuk e prezantoi veten si një ushtarak do si do, por si një mjeshtër. E vendosi strategjinë ushtarake në të njëjtin nivel me filozofinë e madhe. Së dyti, përfitimi I shtetit. Shumë e qartë, qëllimi vetëm I luftës është të forcojë shtetin, pik, jo lavdia personale, jo nderi. Dhe së treti, autonomia e generalit. Kjo ishte thelbësore. Ai thoshte se eksperti, pra generali profesionist, duhet të ketë liri të plot veprimi, pa ndërhyrje nga politikanët. Dhe ja ku e kemi, e zez mbi të bardh. Nëse nuk I sjell përfitim shtetit, mos e përdor ushtrin. Mendojeni pak.
Kjo nuk është thjesht një këshill e mençur, ky është një manifest i tërë politik. Me një fjali ai e zhvesh luftën nga çdo petk romantik, nga çdo ide lavdia apo nderi. E kthen atë në atë që është në të vërtetë një mjet i ftohtë, i kalkuluar, i politikës shtetërore. Ky është fillimi i profesionalizmit të vërtetë në artin e luftës. Mirë pra, problemi një botë e mbërthyer në luftrat pafundme dhe shkatërruese. Cila është zgjidhja që ofron Sun Tzu? Tani kalojmë nga teoria te praktika, nga pseja tek sia. Cila është metoda konkrete për të fituar, por pa u zvarritur pafundësisht? Si mund të thyet ky cikël i tmerrshëm konflikti? Dhe receta e parë, më kryesorja nga të gjitha, është kjo: shmang zgjatjen e luftës me çdo kusht. Lufta e së zgjatur është thjesht vdekjeprurëse. Pse? Sepse rënon shtetin financiarisht, i demoralizon njerëzit dhe më e keqja, u jep mundësi armiqve të tjerë të përfitojnë nga dobësia jote. Dhe këtu kemi një ironi të bukur apo jo? Në një epokë luftrash të gjata, mënyra e vetme për të mbijetuar është duke u bërë mjeshtër i luftës së shkurtër e vendimtar. Po si arrihet kjo fitore e shpejt? E po, Sun Tzu na jep një lloj shkalle, një hierarki efikasiteti. Ai thotë, mënyra më e keqe, absolutisht më e keqja, është të sulmosh qytetet e fortifikuara. Kjo është një recetë e sigurt për një luftë të gjatë dhe të përgjakshme. Pak më mirë është të sulmosh ushtritë e tyre direkt në fushë betejë. Por mënyrat më të mira, më elegante, sulmo aleancat e tyre, prish rrjetin e tyre diplomatik. Dhe më e mira nga të gjitha, sulmo vetë strategjinë e tyre. Hyni në mendjen e komandantit kundërshtar. Fitojini luftën para se të hidhet qoftë edhe një shigjet e vetme. E kuptoni, për të bërë këto, duhet një lloj krejtiri lideri, generali ideali i Sun Tzu. Nuk është më ai luftëtari muskuloz, heroi që hidhet në betejë me trimëri. Jo, heroi i ri është mendimtari, strategu, ai që fiton duke përdorur trurin, jo thjesht muskujt, ai që bën vlerësime të ftohta dhe përdor intelektin superior. Komanda pra shndrohet në një punë mendore. Dhe ja cilat janë veglat e këtij generali mendimtar. 5 fusha që duhen analizuar në mënyrë të pamëshirshme. Forca shpirtërore, pra morali i trupave dhe i popullit, mjedisi, koha, stinat, terreni, gjeografia, metoda, logjistika dhe organizimi. Dhe shikoni me kujdes, faktori 5 është vetë komanda, është vetë generali ai që i merr të gjithë këta faktorë dhe i përdor në avantazhin e tij. Gjithçka ka të bëjë me një vlerësim të plot 360 gradësh para se të bësh lëvizjen e parë. Okej, tani pyetja e madhe. Pse po flasim për një libër 2500 vjeçar? Ç'lidhje ka gjithë kjo me ne sot? Pse e gjejmë këtë tekst jo vetëm në akademitë ushtarake, por edhe në shkollat e biznesit dhe kudo tjetër? Le të shohim pak hijen e gjatë që Sun Tzu hedh ende mbi botën tonë, por le të jemi edhe pak kritik dhe të shohim se ku idetë e tij ndoshta nuk funksionojnë më aq mirë. Dhe arsyeja pse është kaq popullor është mjaft e qartë, apo jo? Qoftë në biznes, në sport, apo edhe në politikë. Kush nuk do të donte të arrinte fitoren më të madhe me koston më të vogël. Ky është premtimi i joshës i Sun Tzu, që mendja e mprehert mund të mposhtë forcën brutale. Kjo është arsyeja pse idetë e tij kanë gjetur një vend kaq komod edhe shumë larg fushë betejave të lashta. Por duhet të jemi të sinqert. Këtu fillojnë problemet. Bota ideale e Sun Tzu supozon disa gjëra që rrallë janë të vërteta. Për shembull, një general me liri absolute veprimi, ose informacion të përsosur pa gabime. Realiteti ynë modern është shumë më i komplikuar. Kemi mbikëqyrjen politike, kemi ato që quhet mjegulla e luftës, ku informacioni është gjithmonë i paplot. Dhe sigurisht, kemi faktorin njerëzor, kaosin, paparashikueshmërinë. Të gjitha këto krijojnë një përplasje me modelin e tij të pastër e racional. Dhe kjo na lë me një pyetje të madhe, një pyetje për të cilën ja vlen të mendohemi. Arti i luftës është padyshim një kryevepër e mendimit strategjik, e logjikës së ftohtë. Por, a mundet në një konflikt njerëzor, qoftë në luftë, në biznes apo në sport, të jetë ndonjëherë kaq i pastër, kaq racional, pothuajse antiseptik, saç premton ky tekst? Apo në fund të ditës, kaosi, fati, emocionet njerëzore, a do ta kenë gjithmonë ato fjalën e fundit? Kjo, ndoshta, mbetet pyetja më e madhe strategjike nga të gjitha.